Përshëndetje dhe sot kam vendosur me përgatit ëmbëlsira për më shumë persona, janë ideale për festa, provoni recetën sepse I avlen shumë. Përgatitet shpejt edhe lehtë. Fillojmë. Fillimisht për me përgatit këtë recetë na nevojiten biskota. Edhe unë kam marrë disa pako me biskota, por nuk do t'i përdor të gjitha, pra do të përdorim 2 pako me biskota për ty të bërë edhe në gjysmën e pakos me këto që janë për fëmijë. Vazhdojmë edhe I bluajmë, pra 2 pako ose 800 gram biskota. Edhe me këtë sasi keni me përgatit shumë, pra shumë ëmbëlsirë. I hedhim në një enë pak më të madhe. Pasi ti kemi bluar 2 pako, vazhdojmë edhe marrim këto biskota që janë me shije tepër çeshme, pra Gigi Bebe janë të njohura si biskota, pra nga ky paketim këtu, edhe tash gjysmën e paketimit e kam shtu, edhe e bluajmë, e pastaj I bëjmë bashkë me biskotat e tjera. Shtojmë 250 gram margarin të shkrirë. Vazhdojmë I përzijmë krejt biskotat me margarin, edhe kështu të përzihen edhe pak të zbutan. Pasi biskotat I kemi gati, tash vazhdojmë marrim këto tasat e plastikës ose gota plastike, janë tepër të mira dhe ideale për ëmbëlsira të shpejta edhe për kallapllëk. Provoni recetën sepse I avlen me provu. Vazhdojmë shtojmë në secilën gotë nga një lugë të gjellës me biskotat që I kemi përgatitur pak më parë. Në secilin tas do shtojmë biskota. Tash unë do e përgatis këtë recetë pjesë. Biskota do të shtoj kështu e pastaj do përgatisim edhe krimin për këtë lloj të ëmbëlsirës, pra ëmbëlsira në gota të shpejta dhe të shishme. I shtypim kështu, e vazhdojmë edhe përgatisim krimin edhe në një enë shtojmë 1 litër qumsht të verdhën e vesë. Mandej shtojmë 1 gotë me sheqer, gota është 200 ml. Vazhdojmë shtojmë edhe nisishte 2 lugë të gjellës, I mbushni plot. 1 pako sheqer vanilje për t'i dhënë edhe aromë të mirë, edhe 4 lugë të gjellës me miell. Pra ne po e përgatisim edhe kremin për këto lloj të ëmbëlsirave. Krejt përbërësit I përzim mirë që të tretet mirë, sheqeri, mielli, nisisht japra të përzihen, edhe pastaj vazhdojmë edhe në zjarr mesatar, pra presim derisa të zihet mirë duke e përzier vazhdimisht. Pasi kremi është zi, shtojmë 200 ml krem për ëmbëlsira, edhe me një herë të nxehtë e rrohim me mikser, kështu e formojmë kremin. E pasi kremi të formohet, do e transferojmë në një enë tjetër që më lehtë, pra ta kemi edhe mbushjen e gotave. Pra kremi veç më po fillon të bëhet gati, tash me një herë të nxehtë e hedhim te gotat. Gotat I mbushni sipas dëshirës tuaj, nëse doni për më shumë persona I mbushni jo dhe shumë. Pra unë këtu kam përgatitur vetëm këtë sasi të kremit, por që do të përgatis edhe më shumë krem, por sa për t'ja treguar recetën, pra e kam përgatitur me 1 litër qumsht. Gjithashtu mbi kremin do shtojmë edhe vishnje, pra vishnje do të përdorim 300 gram vishnje të ngrira, këtu shtojmë 300 ml ujë. Edhe gjithashtu sheqer, vazhdojmë shtojmë 6 lugë të gjellës me sheqer. Mandej do të vazhdoj t'i ziej pra në zjarr për afërsisht 2-3 minuta derisa të krijohet kjo shkuma mbe, e mandej në një tjetër shtojmë 2 lugë të gjellës nisishte, 100 ml ujë, I përzini mirë edhe I shtoni tek vishnjet. Tash vazhdojmë edhe I përzim kështu mirë, kjo me njëherë fillon të trashet, edhe e keni shumë shpejt gati.
Pra vishnjët janë gati, tash vetëm se vazhdojmë edhe i shtojmë tek kërimi mbi pra tek ëmbëlsirat. Pra në këtë mënyrë do të përgatisni ëmbëlsirat për fest, pra janë tepër të mira edhe sigurisht do të ketë për të gjithë. Pra me 1 litër qumsht ju dalin këto gota që po i shikoni këtu, por unë do të përgatis edhe më shumë për më shumë persona. Mirë po mbi do ju hedhi jo vetëm vishnje, por mund t'i hedhni edhe çokoladë, por mund t'i hedhni edhe krem fëstëku. Pra një recetë ta përgatisni pak më ndryshe. Kremin e fëstëkut e kam lënë pra që të zbutet kështu në mikro për 1 minutë 2, edhe makullaj edhe e shtoni kështu mbi ëmbëlsira, pse mos me përgatit pra ëmbëlsira edhe me krem fëstëki, mundeni t'i hedhni çokoladë të shkrirë mbi, ose fruta, mali, si të doni ju. Në fakt, këto ishin ëmbëlsirat që unë kam përgatitur për sot. Shpresoj që ju ka pëlqyer edhe kjo recetë, provone sepse ja vlen për më shumë persona, pra kur keni mysafir kallabllak. Mirëmbëjtje.